Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore zhvilloi në manastirin e Shënkollit në Mesopotam një takim shumë palësh me Qendrën Evropiane për Studime Bizantine, përfaqësues të Ministrisë Greke të Kulturës dhe ekspert të trashëgimisë kulturore. Takimi u mbajt në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Qendrës Evropiane për Monumentet Bizantine dhe Post-Bizantine, me projekt pilot konservimin dhe restaurimin e pikturës murale dhe elementeve dekorativ në kishën bizantine të Shën Nikollës në Mesopotam. Diskutimet u përqendruan në adresimin e çështjeve të reja të dala gjatë zbatimit të projektit dhe përcaktimin e hapave të mëtejshëm për ruajtjen e kësaj pasurie kulturore unike. Manastiri i Mesopotamit ngrihet në lindje të Finiqit dhe është një nga perlat e arkitekturës bizantine në vend. Kisha e manastirit të Shënkollit në Mesopotam është ndërtuar pranë rrënojave të qytetit antik të Finiqit në një kodër piktoreske mes dy lumenjve, Bistricës dhe Kalasës. Thuhet se në fillim ka ekzistuar një tempull pagan dhe mbi rrënojat e tij është ndërtuar kisha e Shënkollit, e cila mendohet të jetë ndërtuar në kohën e perandorit bizantin Konstantini IX Monamaku. Muret rrethuese janë më të hershëm se sa kisha që ekziston ende.